Të ndëruar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Ravecit 0-29 dhe Golden Eagle Yllit. Ndeshja nisi me lojën më të mirë të Ravecit që pati atë serim prej 11-1 gjithsesi. Më pas skuadra e Golden Eagle Yllit e mori kontrollin sidomos në çerekun e dytë, kur edhe krijoi ebërsin deri në plus 11. Lojë me të vërtetë e mirë e Perandasve, e sidomos e vendorëve Erion Kastratit dhe Lis Shoshit. Kastrati me 11 pikë për luan, ndërsa Lis Shoshi në 15 minuta luajti me 9 pikë e 5 kërcime. Eksa 12 pikë i pati Ellen e 11 Rees. Anën tjetër tek Rahoveci pas pjesës së parë. Më i dalluari ishte qendra Julian Roche me 13 pikë, 8 kërcime. Vjen tentimi për 3 nga Gzim Morina, nuk arriti të realizon, por edhe një herë është aty Lis Shoshi. Vazhdon sulmi i skuadrës së Golden Eagle Yllit. Ellen Yllit pastër depërtimi. Umipik, pas pjesë së parë 9 pikë realizoi Umipik e i bëri edhe 5 asistime. Durguti për 3 realizon Hadis Durguti e qëlloi treshën me të futur në lojë në pjesën e parë. Tashmë kjo është treshja e tij e dytë për 44 me 49. Thomas Morina topin. Durguti ndalet bukur tek Rugova, asisti fantastik i Durgutit për Rugovën që realizon 9 pikë edhe nga Fisnik Rugova. 46-49 më mirë nis pjesën e dytë. Rahoveci nuk qëlloi skot as kësaj radhe. Umipik. Durguti tek Rugova, Pullian. Rugova. Gjuan nuk arrit të realizon, Rëshesht ai që ka marrë topin. Umipik i lirë. Realizon Aizia Umipik. Fantastik vreshtarët të cilët e nisin pjesën e dytë furrishëm duke barazuar gjithçka në 49 me 49. Kemi time out kërkuar pas kësaj serie fantastike prej 8-0 të Rahovecit. Po nuk është time out, duket që është ndalur loja. Ndalet loja me kërkesën e gjyqtarëve. Duket që ka pasur ndonjë gjuajtje ose diçka e tillë, dikush nga publiku duhet largohet. Ka faul kësaj radhe ndaj Ellen. Shojmë edhe një herë. Dy tira. Do t'jenë për Trevon Allen. Qëllon nga vija gjuajtjes së lirë. Pikë të para të skuadrës Yllit në pjesën e dytë. Pra 8-0 e nisi Rahoveci. Në të dytën nuk është i sakt. Julian Roche tashmë kompleton double-double, 13 pikë, 10 kërcime të tij.
Pullian. Bukur atë. E gjen Julian Rochet. 15 pik. Edhe një herë Rahoveci në epërsi. Scott. E ka humbur atë. Antoine Scott. Nuk arriti të depërton. Topi përfundoi jashtë. Duke që edhe më tej nuk është ambientuar Antoine Scott. Unë pik të Gdur Guti. Nuk është i sakt. Scott me i larti në kërcim. Ka faul nga Julian Rochet. Thomas. Allen. Te Allen. Nga gjysmë distanca, realizon Allen. Lewis ti 1-1. 15 pik tashmë edhe për Trevon Allen. Omi pik. Rgova bukur tek Pullian që realizon. E shfrytëzoi atë rutinë mbrojtje. Morina nuk ka trishe, teksa kuperon atë Antoine Scott. Liz Shoshi nga gjysmë distanca nuk arriti të realizon. Pullian. Ka faul nga Larry Thomas. Tjetë në vjenë gjuajtje së lirë. Thehet në loj Erion Kastrati. Në vend të Larry Thomas, ndërsa edhe Reese në vend të Gzim Morinos. E qëllon të timin e parë. Kendrick Pullian, pika e 8. Në të dytën nuk është i sakt Reese. Më i lartë në kërcim. Nuk e lejon këtë kundër sulm. Do të kemi challenge të kërkuar me Jazz. Por kemi dyshën e gjyqtarëve këtu për të rishikuar edhe njerë challenge i kërkuar nga trajneri
Atër e pam challenge I suksesshëm, insistoj Ellen që nuk e kishte prekur dhe kërkoj që të rishikohet, e kërkoj challenge trajneri e Shani. Nuk është I sakt Ellen nga gjysmë distanca. 5-4, 5-10, mundësi për Avecin. Shkëputje më thellë tashmë. Rugova. Vikani gjuan për 3. Nuk është I sakt teksa Liz Shoshi ishte më I larti në kërcim, ka faul nga Fisnik Rugova. Personalja e 3 të Rugovës. Shojmë njerë momentin e personales e Rugovës ndaj Liz Shoshit, I cili zëvendësohet. Duke që ka mbetur I lënduar Liz Shoshi. Shpresojmë asgjë serioze. Ellen. Scott, bën topin tek Morina. Reese. Scott. Për 3 nuk është I sakt. Do të kemi rishikim të rastit edhe një herë. Tashmë challenge I kërkuar nga trajneri Bujar Ljoci. Lusim Regjin që të na rikthen edhe një herë rastin e fundit. Dhe pas rishikimit të rastit, do që topi ta ka në skuadrës Yllit dhe vjen treshja Trevon Allen për 54, 55, edhe një herë ndron anë e bërësia. Si që ndodhi në gjithë takimin, ka faul nga Gzim Morina. 2 lira do t'jenë për Ujkanin. Te është pa pik Ujkani, që nuk e qëllon tentimin e parë. Të dytën e realizon për të barazuar gjithë shka. 55, 55, 4 minuta, 13 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Shojmë tashmë edhe presionin në mbrojtje nga lojtarët e Rahovecit. Meq rast, Fisnik Rugova e vjedh topin. Umi Pik. Afërti është Scott. Zia, Umi Pig. E shpëton Scott me fat që ishte aty. Nuk e lejoj qaj top del jashtë. Ellen. Tek Morina. Nuk arrin ta pranon mirë Reese, por arriti ta mban topin brenda vijave, jo dhe të qëllojnë të randasit, por anën tjetër erdhi kundër sulmi dhe Rahoveci qëllon me Ujkanin. 57-55.
3:12 deri në përfundim të çerrekut të tretë. Time out i kërkuar nga Andrit Elshani. Rikthehemi pas time outit. Pas të 55, 3 minuta. Janë deri në përfundim të çerrekut të tretë. Erion Kastrati ndalet me personale, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Shohim edhe njerë personalin e Durgutit ndaj tij. 4-3 sonde nga vija e gjuajtjes së lirë Kastrati. Qëllon tentimin e parë. 4-3 është edhe me tentimet nga loja në tërsi. Ka qëlluar 2-3 nga pas tentime dhe 1-2 nga 2 tentime. I qëllon 2 lira kësaj radhe për të barazuar gjithë shka në 57-57. 13 pik në tërsi nga Erion Kastrati. Umi pik. Durguti. Edhe një herë i sak, Hadis Durguti. Trishja e tij e tretë i riu. Nga qyteti i Ravecit arrin të shfrytëzon mirë minutat e besuara nga trajneri Bujar Ljoci. Teksa e pa Erion Kastratin të qëllon edhe pikën e tij të 15. Scott ka shkaktuar faul. Edhe kthehet në lojë Larry Thomas. Ullet Allen. Pullian. Ngatrohet me top. Rugova për 3 gjuan, nuk është i sakt. Scott. Kastrati. Tentuvin të Morina. Thomas. Larry Thomas. Nuk qëllon, por pam si e mori atë, Scott ka gabuar në hapa. Nuk e shfrytëzojnë sulmin. Vjen tentimi për 3 nga Pullian, nuk është i sakt. Marina më i lartë në kërcim. Thomas. Marina. Hoffman. Nuk ka pik. Dhe 60-59. Faul i Erion Kastratit.
Umipik. Rugova i rëshet, a i top nga duart Scott. Deri në fund nuk ka pik. Larry Thomas me i larti në kërcim. Që i dy vishuar gjenë zimorinën Erian Kastrati. Nuk ka trishe, edhe njëherë lufton për top Larry Thomas, por ka luajtur me këmbë. Duket i nervëzuar Thomas, ka i faul. Shohim me edhe njerë, kjo është në momenti. Kur luajtur me këmbë Thomas. Umipik, bukur. Tek Ujkani. Fluturoj. Me ngulitje. Aksionin e përfundoi 62-59. Huffman tek Scott. Deri në fund Scott. Teksa nga truan Ujkani me Rugovën nuk arrin të marrin në top. Ka shojmë edhe njerë aksionin e bukur. Fluturimin e Ujkanit. Edhe pse afër tij ishte Huffman pa problem. Me të vërtet, aksioni fantastik. Scott. Top i vjedhur. Pullian. Duhet ndalet vetë për 3 pikë, realizon Kendrick Pullian e pati Anash Hadis Durgutin që jo vetë se i ka qëlluar 3-3, zgjodhi vetë shkon deri në fund, realizoj 65-59, përfundojnë 30 minuta vendeshjes. Raveci që ishte në disavantazh prej 8 pikëve në fund të pjesës së parë, tashmë ka përmbysur gjithçka dhe ka eversin prej 6 pikëve, 24 me 10 në këtë qerek. Nuk ecën gjërat as pak mirë në këtë 10 minuta që për Golden Eagle Julian rikthehemi pas pak me 10 minutë që vendimtar. Gjithë ka gati për të startuar edhe 10 minutë i fundit. Shohim ma do të ketë forcë ylli të kthehet apo Raveci do të e marrë fitore në palestrën e vetë. Nuk qëllon Rugova. Shoshim me i lartë aty në kërcim. Thomas. Mbrojtje e mirë e vreshtarëve dhe Kendrick Pullian në kundërsulm. Shohim edhe njerë topin e vjedhur dhe kundërsulmin e ngulitjen e bukur të Kendrick Pullian.
67-59. Edhe një top I humbur I Ferrandasve. Nuk I lejon pikët Liz Shoshi, por do të pranohet. E shojmë edhe një herë. Challenge I kërkuar nga trajneri Endret Elshani nuk e pranon që duhet pranohen këto pikë. Do të rishikojmë edhe një herë rastin e fundit. Pikët pranohen dhe tashmë e vërsia 2 shifrore kthehet e Raveci e nisi me atëserim prej 11-1 kur u krijua e vërsia prej 10 pikëve më pas. Në çerekun e dytë gjithë kontrollin e mori skuadra e Golden Eagle Yllit, por çereku I tretë shpërthyes I Ravecit dhe po vazhdon tashmë edhe në çerekun e katërt duke kontrolluar gjithçka kur kanë krijuar e vërsim prej 10 pikëve. Rugova valet personale vjen në vjen gjuajtje së lirë. Shojmë me njerë. Nuk qëllon në tentimin e parë Rugova. 9 pikë pra nga ai. 2-1 ishte para prakesh nga vija e gjuajtjes së lirë. As të dyta nuk e qëllon. Liz Shoshi më I larti në kërcim. Reese. Faul ndaj Joseph Reese. Diçka në rregull me të. Shojmë edhe njerë personalen ndaj Reese. Te I pa pikë në këtë qerek. 1 minutë e gjysmë për sa më kaluar skuadra e Yllit. Teksa Reese ka 11 pikë. Ishte 5-5 nga loja deri para këtij tentimi. Edhe gjuajtjen e lirë kishte realizuar, por Sajrave nuk e qëllon të parën, në të dytën është I sakt. 12 pikë e Joseph Reese, 69-60. Ullien ka gabuar në hapa. I humbur vetëm 3 topa të humbur në këtë ndeshje nga skuadra e Ravecit. 2 kishte humbur më parë pra Fisnik Rugova dhe Sajrade. Në këtë gabim pra hapa shumë pak gabime të vreshtarëve. Eksa në anën tjetër 12 topa I ka të humbur Golden Eagle Yllit. Vjen tentimi për 3 pikë, realizon Ellen. 69-62.
Faktor 63. Durguti për të përgjigjur nuk është i sakt, ove në duart e Lis Shoshit. Ellen. Ellen nuk qëllon nga gjysmë distanca. Sa shkakton edhe faul Trevon Ellen. Dalet Umi Pig. Kemi zëvendësim në të dy anët. Pullja në loj, ullë Durguti. Ishte me të vërtet fantastik në këto 15 minuta, 14 në fakt, Soja ka besuar trajneri Bujar Loci me 3 treshe, 9 pik. Umi Pik Gjuan për 3, nuk është i sakt. Por është aty Julian Roche, 17 pik, 12 kërcime, 6 kërcime i ka marrë në sulm. Julian Roche, 71-63. Ellen. Rees. Nuk qëllon, por e merë dhe njerë kërcimin. Blokohet në mesin e dy lojtarëve. Rees. E në anën tjetër, Julian Roche me ngulitje përfundon aksionin dhe kthen në vërsim prej 10 pikëve tek Rahveci 0-29. Po ecin gjërat mirë për Rahvecin që po e kërkon fitoren sonte. Asësi ta marrë vetën skuadra e Golden Eagle Yllit. Me të vërtet shfaqen lojtë mirë në qerepën e dytë, por më pas pushimit fantastik janë vendasit. Gjasht minuta e 20 sekunda deri në përfundim të këtij dueli. Plus 10 është Rahveci. Rees Gjuan për 3 pikë realizon Joseph Rees. 15 pikë edhe të Rees, teksa 21 ka Ellen. Julian. Umi Pig. Rugova tek Roche. Edhe një herë i sakt. Performancë fantastike Julian Roches. 21 pikë, 12 kërcime. Rees të Kastrati. Faul ju i kanit. Kastrati. Kastrati tek Rees. Scott Gjuan. Nuk arrit të realizon. Lis Shoshi me i larti në kërcim. Ellen Shoshi për 3. Airball nga Lis Shoshi. 9 pikë, 10 kërcime nga Lisi.
Umi pik tek Pullian. Nuk e lejon në atë pasim. Është Shosha që ka prekur i fundit. Kemi time out të kërkuar tek trajneri Bujar Loci. 5 minuta e 9 sekunda e ndajnë Ravecin nga fitoria ndaj Golden Eagle Yllit. Shohim atë do të arinë të marrin fitoren në shtëpi. Vreshtarët kthehemi pas këtij time-outi. Vjen tentimi për 3 pikë. Jo edhe Trishja, por mbrojtja e mirë e Ujkanit nuk arrin gjithsesi të e pranon atë pasim të fortë Ujkani. Scott. Estrati. Nuk është i saktë topi në duart e Umi Pig. Zia Umi Pig realizon lëvizje fantastike e tij. Qëllon Trishen 78-66. Rees gjithë të shkon vetë diri në fund, nuk qëllon e merë edhe njëra ato, por është ndalur me personale. Do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë Rees. Shohim edhe një herë sa kjo ishte lëvizje bukure, Zia Umi Pig dhe Trishja e tij. Ullet Erjan Kastrati në lojë Arjan Qallaku. Qëllon Rees 78-68. Duhet që kanë bitur i lënduar. Kthehet Gzim Morina. Umi Pig tek Rugova që gjuan për 3. Nuk është i sakt. Ellen e mera top. Ellen tek Morina. Qallaku dhe gjuan për 3 pikë realizën Arjan Qallaku me të futur në loj. E qëllon Trishen që i jep shpresë edhe mëtej. Golden Eagle Yllit për i kthim. Pullian. Umi Pig. Pullian realizon edhe një herë për 3 pikë. Trishja e tretë e Pullian. Bukur ai top tek Liz Shoshi.
që qëllon 11 pike, 10 kërcime tashmë, double Elis Shoshit. 81-73. Omipik. Blokohet kësaj radhe gjuajtja e Pullian. Në anën tjetër. Marina. Ellen. Nuk ka pik. Pati në korner Qallakun. Zgjodhi të hem vetë në mesën e 4 lojtarëve. Omipik. Pullian. Edhe njerë dhe gjuan. Nuk është i sakt. Scott e ka marrë top. Gjen Ellen në anën tjetër. Scott. Qallaku, tek Morina. Kapiteni për tren, nuk është i sakt. Kontrollojnë gjithë qka. Vreshtarët. Tashmë 2 minutat e fundit, 1:41. Një 73. Rugova deri në fund, nuk është i sakt, topi kthehet në duart e tij. Dal gjithçka. Omipik. Ikani. Edhe ai qëllon për 3 pik. 84-73. Plus 11 Raveci. E tani goxha problem për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Nuk po ecin gjërat mirë as në këtë përballje. Një sezon që ka nisur shumë keq për Therandasit, janë afër edhe humbjes së radhës. 1 minutë e 15 sekonda deri në përfundim. Raveci afër fitores ndaj rivalëve. Fqinj të cilët e dim rivalitetin ndërmjet Ravecit dhe Golden Eagle Yllit. Shohim si do të rridhin gjërat pas time-outit të kërkuar nga trajneri. Endrit Elshani. Vim pikët. Pas këtij aksioni nga Ellen. 23 pik nga Ellen. Shkakton faul ndaj Pullian. Omipik. Zia Omipik. Aksioni bukur. Ka faul ndaj Julian Roche. Të tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. 4-3 nga kjo pozit. 21 pik, 12 kërcime, 6 në sulme, 6 në mbrojtje nga ky lojtar. Nuk qëllon në tentimin e parë. I saktë është në të dytën, 22 pik të tij. 85-75, tashmë minuta e fundit e kësaj përballjeje. Kërkohet Ellen. Shoshi, gjuan për 3.
Nuk është i sakt. E me autoritet, Julian Roche e merë kërcimin. Umipik. Zia Umipik. Rugova dalet. Gjuan Fisnik Rugova nuk është i sakt. E vjedhen topin për andasit deri në fund shkon Ellen që realizon gjithsesi. Raveci do ta fiton duelin ndaj Golden Eagle Ylit. 85 me 77 përfundon dueli fest në Mizairisma. Vreshtarët ja shkaktojnë edhe humbjen e radhës. Golden Eagle Ylit që asesi nuk po arrin të këndelët. Më i dalluari tek Raveci me 22 pikë, 13 kërcime, Julian Roche 16 pikë nga Pullian e 15 nga Umipik, 10 tjera i shtoi edhe Kujtim Ujkani që u ngrit nga banka rezervë, ndërsa 9 pikë i pati Hadis Durguti. Në anën tjetër tek Golden Eagle Ylit 23 pikë, 7 kërcime nga Trevor Allen, 17 pikë nga Joseph Rees, 15 nga Erion Gastrati dhe 11 pikë e 11 kërcime i pati Liz Shoshi. Pak qaste do t'jemi edhe me intervistat. Atëherë jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Ravecit. Trajner, fillimisht urime fitoren e rëndësishme, po besoj që ishte goxha kjo fitore për Juve. Startuat mirë ndeshjen, pastaj në çerekun e dytë e patët një rënje. Ylli po tregonte lojë mirë, por duket që këshillat e juaja pas pjesës parë dolën të jenë të suksesshme dhe djemt shfaqen një lojë shumë të mirë në pjesën e dytë. Po dihet që Ylli ka lojtarja zakonisht mirë. Dihet që ka stafin teknik mirë, e eroj këti djallit e ndritit i cili ka bo një punë të mirë po ndonjëherë dhe fati nuk është në anën e ekipës më të mirë. Unë mendoj që këta djemë të Ravecit të ka njepë çdo gjë për veti që të nxirin epilog për kësaj. Ndeshja tatë dhe ju çdo fitore për ne është e rëndësishme deri që jena debutues në Superligën e Kosovës dhe për ne çdo fitore është një hap më tepër për me jetë në Superligën e Kosovës. Trener, sa jeni të kënaqur ju me gjithë paraqitjen që e dhanë djemt sot, por edhe çka mund të presim në vazhdim pra nga Raveci? Po, ne sonte kemi pasur edhe 2 lojtarë të cilët nuk kanë qenë pjesë e këtij klubi, të cilët kanë qenë më herët dhe mendoj që në ato pozita numër 4-5 kena pas deficit, po edhe sonte.
Kurse saj për këtë lojtarëve të Travecit, mojmë i përgëzu se kanë jep energjin, krejt energjin që ka jep, është një e mirë të cilën klubi basketbolit Traveci ka 3 lojtarë vendor, të cilët luajnë, o e Jypi Barregja dhe Ireu Adis Dërgudi, cili që dy loj po tregohet që është në rrugë të mirë që të bëhet lojtar nëse punon, atëherë pasuria më e madhe e këtij klubi kishte me qenë mi pas 4-5 lojtarë të këtij vendi. Trajner, për shfrytëzoj rastin teksa ju kam këtu, t'ju uroj edhe për përzitën e përzgjedhësit, edhe po ju pyes si po ishini lojtarët vendorë cilët do t'i keni tashmë në udhëheqje, e pam sot paraqitjen e mirë edhe të Erionit, por edhe të Lisit, të cilët realisht nuk kanë qenë edhe në forma aq të mirë deri në këto ndeshje, dhe çka mund të presim nga Kosova në ndeshjen ndaj Shqipërisë? Po këta janë lojtarët më kvalitativ të cilët i ka Kosova, dhe detyra jonë o me nxirë edhe më të mirën prej atyne kvalitetin më të mirë të cilin e pozitojnë. Është e pa diskutueshme që lojtarët kosovarë kanë kvalitet dhe mendoj që edhe në ndeshjen kundër Shqipërisë do të tregojnë atë që dinë dhe besoj në epilog pozitiv prej asaj ndeshje. Faleminderit shumë trajner. Sukses edhe në vazhdim. Atëherë për pak çaste do të jemi edhe me Endrit Elçanin. Jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit, trajner shumë ndryshime po i përjetoni në këto kohë të fundit, u largua tashmë edhe trajneri Fotis Takjanos, por asesi nuk po arrini të gjeni ndoshta atë lojën më të mirë, e patët një çerek të dytë më të vërtet mjaft të mirë, por jo një 40 minutësh që do t'ja sjellte fitoren. Po, me vërtet që ka pas ndryshime dhe trajnerë dhe kemi pru edhe lojtarë të ri, 2 lojtarë që kemi në nëshkru që njëri akoma s'kard. Lojtarin Antoine Scott e dim që ka kvalitet, së do u mundum si me integru në ekip, s'pat sukses, s'pat disa topat humën e disa shutat humën që okej, është loja parë. Po në përgjithësi angazhimi në momentin caktun e ka qenë i mangët. Edhe çereku i dytë me vërtet ka qenë një energji pak më ndryshe, sidomos me lojtarët Erionin, Shoshi edhe Joe Reese, cilët na dhanë energji me vërtet edhe i morëm ato pikët, i dham ato pikët e lehta që çdo trajner, çdo ekip ka qef me pas. Po pastaj nuk e di. Besoj që Raveci e dashte më shumë fitoren pjesë dytë edhe ja uroj. Përmendet që keni nënshkruar tashmë e dim edhe me Scott Bamford, kur do t'jetë ai bashkë me skuadrën, edhe a pritet që t'jetë ndonjë trajner tjetër që do t'vjen në vazhdim apo ju duhet vazhdoni deri në? Sa për trajner do të vijë një trajner i ri, akoma s'është vendosur diçka, po ditët e ardhshme besoj që ka më qenë definitive. Për Scott Bamford do të vijë javët e ardhshme. Faleminderit shumë trajner. Atëherë kaq nga kjo ndeshje të nderuar shikues, unë ju ftoj të vazhdoni me programin e pasur sportiv të ardhmë, usha nga Nuk Jana, natën e mirë.